Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani e në podcastin Mesut Shabani. Miqtemi, data sot është 18, muaj është i 7, viti 2026 e shtunë në mbrëmje, pak para mesnate. Dhe nuk mund të ikish. Njëtën gjë e shohim kret, dy muhabete. Bilal Kasami i kujtohet se çfarë tha? Ja dëgjoni. Në kontratën e lidhur me subjektin që kryen punimet, nuk figuron askund se kjo rrugë të çon në Prizren. Por komuna e Tetovës e ka marrë përsipër për ta bërë, pasi sipas tyre përfshin fshatrat e Tetovës dhe duhet rregulluar nga komuna. Punimet kanë filluar pa dhënë komuna shpjegim në informacion konkret, nëse janë kryer shpronësimet, ka pasur dikush ankesë, apo është bërë një studim paraprak mbi qëndrueshmërinë e tokës dhe trasesë nga kalon qarkorja për tek tuneli që lidh Tetovën e Prizrenit. Rasës këtij projekti kalon nëpër komunën e Tetovës dhe duke marrë parasysh faktin që një pjesë e kësaj rruge kalon përmes fshatit Shikovic, ne si komunë jemi të përfshirë në ndërtimin e qarkores të fshatit Shikovic, që do të jetë segmenti rrugës Tetovë-Prizren. Punimet për ndërtimin e Po pra, dhe humori ka plasur të kthehemi seriozitetit për banorët e Brodecit, të shkretët që e mbajnë mend kanë kaluar në Shivkovic. Në Shivkovic ka edhe vende të ngushta, udhë të ngushta, mezisë edhe njerë kanë kaluar. Dhe thoshin, edhe Shqipëria më u bë. Kretë bota më u bë një, ne në për rrugën e Shivkovicës e kemi të shkruar të kalim. Dhe ja tash mundësia të mos kalojnë më në Shivkovic. Ja, Bilal Kasami po u ofron mundësi. Pra, kjo është humori i zi. Ndërsa, ka dalur edhe BDI-ja sot dhe reagon. Të nderuar qytetarë, të nderuar përfaqësues të mediave. Jemi sot këtu për të shpalosur një gënjeshtër të madhe të kryetarit të komunës Bilal Kasami, i cili para disa ditëve deklaroi se po fillojnë punimet për ndërtimin e rrugës Tetovë-Prizren. Sipas projektit ideor, traseja e asaj rruge nuk kalon as pak në këtë lokacion këtu. Dhe si e dita, komuna nuk ka kompetencë për realizimin e një rruge të tillë, për shkak se ajo rrugë paraqitet rrugë shtetërore. Unë dhe kthej prapë këta për pak, sepse vërtet kjo është shumë interesante. Vërtet shumë interesante. Nuk është kjo rrugë e cila duhet të kaloj, pra traseja, dhe nuk ka kompetencë komuna, gjithë me jotë BDI-s. Pastaj unë do dalem në diçka tjetër. Disa ditëve deklaroi se po fillojnë punimet për ndërtimin e rrugës Tetovë-Prizren. Sipas projektit ideor, traseja e asaj rruge nuk kalon as pak në këtë lokacion këtu. Dhe si e dita, komuna nuk ka kompetencë për realizimin e një rruge të tillë, për shkak se ajo rrugë paraqitet rrugë shtetërore. Komuna ka filluar punimet pa projekt dhe pa leje ndërtimi. Nuk ka bërë asnjë pagesë për pronat dhe nuk ka bërë asnjë shpronësim të pronave në të cilat kalon traseja e kësaj rruge. Ndërtimi pa leje, e veçanërisht në zona të mbrojtura siç është kjo e parkut kombëtar, paraqitet një shkelje të rëndë ligjore. E vetë akti në fjalë paraqitet vepër penale. Ne sot këtu kemi një përgjigje në shkrim nga komuna, në të cilën ata vetë thonë se ende janë në fazën e përfillimit të projektit të themelor dhe nuk kanë leje ndërtimi. E vërteta qëndron se marrëveshja me Republikën e Kosovës për rrugën Tetovë-Prizren është bërë në 12 janar të vitit 2024 dhe asakura janë ndarë mjete për projektim. Që për asaj kohë deri më sot nuk është bërë asnjë hap në tej, përveç se është bllokuar i gjithë projekti nga qeveria e tanishme. Gjithçka tjetër përveç kësaj paraqet propagandë dhe një gënjeshtër të madh. Po pra ishte kjo BDI dega në Tetovë. Dhe unë tash bëhem i mençur. U hap të drejtë në këtë. Por do kthehem pak, jo pak, po shumë, gati 10 vite. Zëvendës ministri i transportit ishte Tahir Hani, tashmë veç i ndjerë. Në të që quhen bomba dhe e lëvizën Nikola Gruevskin për në Hungari, në një bisedë Tahir Hani e kam njoftur, sepse kam pasur edhe student në juridik,
bisedon me Ali Ahmetin, duke i thënë, kryetar, duhet rreth 150.000 euro për studim fizibiliteti për rrugën Tetov-Prizren. Duhet ndahen. Alia në cilën e vetë, po, okej, dhe kur gjë. Mirë po, edhe këta babaxhanët sot që janë, një të ngjë bon, 2024, 12 janar, Albin Kurti ishte në pushtet atje, dhe është ende. Dhe, pa marrë parasysh se zgjedhjet këtu u shënuan në prill dhe maj, në Maqedoninë të 2024-s, kur e dhomëro dhe vlen, sot e kësaj dite nuk ka asnjë raport. Dhe a dini pse? Sepse Maqedonia ka hallet të tjera, nuk e ka gajlen e pjesës shqiptare të Maqedonisë. Nuk e ka. Dini pse? Janë dëgjoni. Ka dalur sot kryeministri në Debërc, kjo dikon të atjem dhe ka ohri, komunës. Dhe thot, 1200 projekte. Ja, maj këtë. Ku janë beto 1200 projekte? Nuk me soni, dhe gjoni. Добър ден, имаме нея. Аз нямам що да додадам повече от това, що каза градоначалникът и подпредседателът на влада и министър за транспорт. Добре е кога се работи, добре е кога се пущат проекти, добре е кога се почнуваат проекти. Ние рековме со она политика на поддршка на общините и алокација на средства од централниот буџет кон общините во моментот се завршени, во фаза на изработка се завршуваат или почнуваат повеќе од 1200 проекти, нешто што сега се нема случајно. Кога на тоа ќе се додадат и сите останати капитални инвестиции, доаѓаме. Ајде edhe një herë, kryeministër. Министр за транспорт. Добре е кога се работи, добре е кога се пуштаат проекти, добре е кога се почнуваат проекти. Ние рековме со она политика на поддршка на общините и алокација на средства од централниот буџет кон общините во моментот се завршени, во фаза на изработка се завршуваат или почнуваат повеќе од 1200 проекти, нешто што се. Po pra, 1200 projekte, ku janë o kryeministri Sheshet? Ku janë? Maqedonia Lindore, Maqedonia Veri Perëndimore, Jug Perëndimore, Jug Lindore, Vardarje e kështu me radhë. Pra, Maqedonia ka shumë halle. E tash di kthehemi prapë kësaj rrugës në që bëhet për Tetov-Prizren. Unë e them dhe qëndrojmë pas kësaj. Sepse di diçka nga e kaluara, Në kohën e PPD-s vetëm mund të përshpëriti. Në kohën e BDI-s trumpetoi me të madhe dhe BDI-ja na e tregoi gishtin për këtë projekt. E përmenda, është biseda ndërmjet Tahir Hanit dhe Ali Ahmetit. Mu për këtë problem. Është audio dhe lëshuar në për internet. Pastaj, erdhë vleni në pushtet. Kjo qeveri nuk e ka jo gajlen e autostradës apo si doni rrugës magjistrale, si doni qënë këtë Tetov-Prizren, po e ka gajlen e si ato mjete që dhe akulohen, që dhe vinë për projektet që duhet Maqedonia të hudhen andej në aton, e kanë dhe për në fate për 2028, 2030, 2038, por unë ka befasu kur sot kryeministri tha se rruga Kërshov, cilën Raha Gjoksi, ministri më antishqiptar i transportit deri tash, ka pasur edhe më të këqij se sa ki, por ata e bënin në mënyrë të kamufluar, kjo e bën haptas, nuk e fshen, asnjë investim kapital në Maqedoninë Perëndimore. Asnjë. Ka mbetur rruga më vonë dëgjoni, atje në Neprishten kërkund nuk është për të përfunduar. Dhe i kthehemi prapë kësaj të Prizrenit tonë. Unë them këtë. Unë do e lë punën e gazetarisë, me cilën merrem 40 vjet.
Nuk do merrem më me zotëri. Nëse Bilal Kasami arrin ta dërgojë këtë rrugë, ani se nuk shkon deri në Prizren. Deri atje ku e ka ndërmend. Bëje Bilal. Bëje. Unë di fshi krejt ato që janë keq për ty. Vetëm bëje. Ama ta bësh, ta nxjerrësh deri atje, të kalojnë veturat, kalojnë pa marrë parasysh se ka nuk ka plan. Bëje ti këtë transfer. Në mos asgjë tjetër, atëherë fshatrat e Malësisë do marrin një frymarrje të re. Bëje, ama ta bësh, jo ta lësh, se tash do zgjohet ja BDI thot nuk ka projekt, Mali Sharr është aset pasuror, park nacional kështu do bëhet nimi, do t'i presësh një ditë edhe inspektoratet nga Shkupi. Çfarë nuk do të kesh? Bëje. Bëje edhe të hap votën. Ama ta bësh, edhe se jam kundërshtar më i madh. Ta bësh. Nëse se bën, atëherë jep dorëheqje ditën e parë kur të përfundoj. Sa tha 6 muaj, që edhe 1 muaj, 7 muaj. 1 vjet ja pa fat. E 7 muaj. Bëje. Nuk e bëne, dorëheq. Kur që s'ke bë. Kjo është, për atë thash di diçka, kjo është ëndër. Një lidhje të ketë ndërmjet shqiptarëve të Maqedonisë dhe të Kosovës. Jo vetëm tash, është ëndër me unë kërkoj falje, mund të më keq kuptoni, sepse në një tubim edhe më kanë keq kuptuar, por unë e kam sqaruar se është realitet. Nëse neofashizmi viteve 40, 44, Tetov, bëri që për 3 muaj të jetë gjuhë shqipe zyrtare, komunë, katastër, polici, gjyqësi, kamos, tash se ne bëjmë në 20 e sa vjet. Nëse fashistët italianë dhe gjermanë, po s'është gjermanë, kishin projekt të rasen të bëjnë hekuruth Tetov Prizren, pas e të lidhet e Prizren, që është rrugë e kombit, e ka qenë planifikuar qysh në kohën e fashizmit italian, Prizren, Tiranë, Durrës për transport hekurudhor. Bëjeni! Bëjeni tash, ja. Ëndër e shqiptarëve ka qenë kjo. Bëjeni, bëje Bilal Kasami. Përmendore do të ngre unë të shtëpia ime. A më ta bësh, ta përfundosh me asfalte, me kretë. Pa marrë parasysh, a do dale, nuk do dale. Është ëndër e neo shqiptarëve kjo. Bëje. E vetëm një gjë që edhe do t'i falim që i keshit vakëfe, a i bie në qafë më shumë Miftinisi, cila vërtet, jo që është dërzuar. Vetëm t'i shifrin nga njerë, si ze madhe vetura, vetëm trashën. Si ze vetura. Pra, lusim kryetarën e komunës të Tetovës, që të vazhdoj të bëj. BDI-ja, flet, e ka punë tash. Mirë po BDI-ja e pati mundësi, nuk e bëri. 10 vite ka pasur këtë mundësi, nuk e bëri. Kur ka qenë zëvendës ministër i transportit dhe lidhjeve tashmëve shëndjeri. Të Irhani. Nga i diçka kam shumë, jo mbreslëse, po edhe më thellë di se kush ka qenë pengusi kryesor. Kam pasur edhe student edhe shok. Shok. Mirë po e kam pasur edhe student. Nuk është rëndësi kjo, dhe përfundojmë këtë muhabet, por Bilal Kasami, qëndro dhe bëj, unë do të bëj përmendore në oborin tim. A më ta bësh këtë projekt, nëse se bësh nesrit tërhiqu prej asaj që këthon 6 muaj. Dhe, dëgjot Mickovski, me zi se pret, për atë dje par dje Nikolovski tha, durim, sepse dhe këta kanë qenë të befasuar. Cila ka qenë avantura, apo dëshira, cila ka qenë PR-i i Bilal Kasamit asë që më intereson. Bëje, dil me Marsinë e Sharrit me ru. Dil. Okej. Kështë okej për unë këtu, pra. Ky Babaxhani që të gjë se autostrada Kërçovor në shtator, ja shtatori kalon, tash dhe përfundoj vitin e arshëm. Po, dhe përfundoj vitin e arshëm, se ende nuk janë vjelur të gjitha parat, nga disa projekte tjera që duhet të kalojnë në Maqedoninë Perëndimore, e pastaj një hekurudhe cila është gati, vetëm duhet rreth 150.000 euro të pastrohet, të rregullohet, të vjet diku ndonjë gur, ndonjë sinjalizim dhe të filloj Shkup, Tetov, Gostivar, Kërço. Gati është, por presin që t'ja ngulitin në Bashkimit Evropian. Ngulit një, i shoni, gati është. Dhe sot ka ndodhur një rast shumë i keq, vërtet më vjen keq, në Gostivar.
Edhe pse 1200 veta të ndjenë dhimbje stomaku është rënqetëse. Po çka, mos dash zoti, më kapin mërnica, po çka nëse ndodhte edhe më e keqja? Ka dalë sot ministri i shëndetësisë Klekovski dhe thot, ende nuk dihet shkakut e lëndimit masiv në gostivar. Duhet të përfundojmë analizat epidemiologjike. Nuk do shpallet gjendja epidemike në gostivar derisa të zbardhet shkaku i valës së rasteve me probleme gastrointestinale. Ministri i shëndetësisë Sasho Klekovski tha se autoritetet shëndetësore kanë nevojë për më shumë të dhëna nga anketat epidemiologjike për të identifikuar burimin e infeksionit. Pas vizitës të spitalin e përgjithshëm të gostivarit dhe takimeve me drejtuesit e institucionit, Klekovski vlerësoi se situata po menaxhohet dhe se spitali ka kapacitet terapi të mjaftueshëm për trajtimin e pacientëve. Kryeministri tha do shkojë deri në fund këtij rasti, do ketë edhe prokuroria punë. Ta dëgjojmë një herë çfarë tha ministri i shëndetësisë. Nuk do të shpallet gjendje epidemike në Gostivar derisa të zbardhet shkaku i valës së rasteve me probleme gastrointestinale. Ministri i shëndetësisë Sasho Klekovski tha se autoritetet shëndetësore kanë nevojë për më shumë të dhëna nga anketat epidemiologjike për të identifikuar burimin e infeksionit. Pas vizitës në spitalin e përgjithshëm të Gostivarit dhe takimeve me drejtuesit e institucionit, Klekovski vlerësoi se situata po menaxhohet dhe se spitali ka kapacitete dhe terapi të mjaftueshme për trajtimin e pacientëve. Ministri u bëri thirrje qytetarëve të bashkëpunojnë me ekipet epidemiologjike pasi informacionet nga pacientët janë të rëndësishme për përcaktimin e shkaktarit. Значи имаме повеќе институции вклучени во епидемиолошки дел и повеќе типови на истраги за да се исклучат сите опции од тешки метали, од паразити, вируси, бактерии и така натаму. Во моментот целосна епидемиолошка анкета има попълнето само 19 граѓани. Морам да апелирам на граѓаните да се одзиват на поканите, позивите телефонски од епидемиолошките служби на Гоствивар и да се работуваат со нив. Po pra, kjo vërtet ka një përpavi apo një ndodhim mjaft interesante. Hë për hë. Nuk ka diçka që mund të ndryshoj, inshallah të gjithë 1200 sa kanë qenë të hospitalizuar dhe kanë kërkuar ndihmën e mjekut, nuk kanë ndonjë pasojë më të madhe. Dhe ndrojmë pak temë, është bërë, jo problem, por është bërë mjaft mediatike. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi nuk i ka dhënë incizimin nga incidenti në Kuvend, ku përpako shpang për lëshja fizike midis ministrit për qeverisë lokale Ivan Stojković dhe deputetit LSN-s Milet Trashullovski. Gashi arsyetohet me mbrojtjen e të dhënave personale. Në përgjigjen që Gashi ka dërguar koordinatorit të grupit parlamentar të LSN-s Oliver Spasovski, thuhet se incizimet nga holli i Kuvendit i nënshtrohet ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale dhe për këtë arsye nuk do dorëzohet që të shikohen. Se çfarë keni pritur nga Afrim Gashi? Ku ka Afrim Gashi kapacitet intelektual ose ti kundërvijet Mickovskit. Mickovski i fshin, jo brenda natës, me njerë të tajde, shpi, si që ka bërë këtyre ditëve njërit, nga vleni, po, nuk më bëjnë di emrin, shpi. Ai ka kërkuar falje, po, nuk e di çfarë ka ndodhur pastaj, sepse ja ende vazhdon të mbetet në hierarkinë e lartë të pushtetit. Çfarë nuk ka. Dhe Tetova pra është pasqyra e shqiptarëve të Maqedonisë. Në Shkup, ditë më parë, kryetari i gjykatës kushtetuese dha një lajm se mbishkrimi në gjuhën maqedonase e ka avutë vitin 2021 Salim Murat. Okej. Ne i kërkuam që ai ta vënë. Mirë po dhe është vënuar në vendosjen, sepse unë nëse mbroj kushtetutën, duhet prej ditës parë ta mbroj. Ka reaguar sot edhe lidhur me disa mbishkrime, koordinatori i këshilltarëve të Aleancës Kombëtare për Integrim AKN i qytetin e Shkupit Abdul Selam Selami, ndaj vendosë si një tabelë vetëm në një gjuhë nga kryetari i qytetit të Shkupit, duke kërkuar korrigjimin e menjëhershëm të saj në përputhje me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Unë nuk e di këta, a e kuptojnë apo është ministri Sheshet, i cili ka dalë sot
Respekt e artin. Po ministër, është ministri kulturës për atë. Ti duhet merresh në të thëmë brëm. Fillo me Gryeskin, vazhdo tash. Me gjykatat se nuk kanë hapi konkurset e gjykatave, sepse nuk kanë gjykatës, ke qenë në përbërjet asaj që quhet Akademie për prokuror dhe gjykatës, ndryshoj gjërat. Mbi 100 e sa avokat shqiptar ka apologo, mbi 100 e sa. Mbushi gjigjet sepse ata kanë dhënë provimin e jurisprudencës. Mbushi gjigjet. Dhe nëse ky hir për civin, unë ta kam thënë se ky hir për civin është krejt diçka tjetër. E dorëheqje edhe barem të shënohet se ministri i drejtësisë jeton Shasivari dhe dorëheqje ditën e 3-4. Nuk ke kapacitet as intelektual, as njerëzor për ta udhëhequr ministrin. Vjen shumë keq. Një më mirë se sa që e një ti vetë. Mirë, po edukata nga njerë shkon edhe me njeriu. Totalisht i pa edukat. Dhe Çallami nuk shkon. Është koha të tregohesh. Trego. Isme ekstradimin e Gryesit. Hajde, e para. Pastaj, po më mbitë, ta që të të nxjerrin gazetarët e Shkupit, pse ta nxjerrin? Atë se rasti Alfa. Shikoj lajmin çfarë materialit bën. Lajmi është me vlenin. Unë e di pse është lajmi me vlenin. Edhe e ka në një telash, që e kuptoj. Këtë njerëzit presin se ti ke ra gjokë se je kapacitet. Hajde jep. Kur do vinë shprehje Burgu Idrizovës që jo që është i mbi ngarkuar, por me një probleme. Kur do vije lista të kontrollosh listën e sanksioneve sepse një numër i madh i njerëzve të cilët duhet të vuajnë nga viti 2013 e këndej ende nuk kanë bërë vuajtje. Drejtoria e sanksioneve. Ti je përgjegjës i saj. Çfarë nuk ka? Hajde, mos shko se nuk e ke situatën për të shku për të hapur ty X fotografi nga Turqia. Ja unë për cilë gjëre, kur se kësha dëgjuar atë emër? Kur se kësha dëgjuar? Atë që e bën Sedati, që duhesh të ishte Sedati. Jo ti. Ti vetëm mund të ishe në rendin e ditës të parë. Hajde urdhëro. Trego vetën. Apo ende si ke marrë vetën. Okej, nuk është okej. Dhe më qesh edhe njerë, ka dalë kryetari komunës e të Arsës, hajde mos qesh prezor ti qeshesh. Dhe thot, pas shumë vit që kemi pastruar komunën e të Arsës, është pastruar objekt. O, ti kryetari sheshet, merreve me qeshtë të tire, po e nusja që atë punë kanë saba. Edhe njëri më ka thënë për një situatë në ministrinë apo drejtorinë e tij. Kam pastru, punë madhe pas ka pastru. Okej, nuk është okej, për më vazhdojmë më te. Edhe ashtu, në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, vetëm falë Afrim Gashit, po bëhen shumë kiksime. Ligji për përfaqësim të drejtë do të hidhet me votim kur të ketë kushtet të Afrim Gashit. Pa kushtet e dish kur do bëhen. Muin e kuq, kushtet do krijohen. Tash vetë hyjmë në një fazë shumë interesante. Kam disa njohuri që më i kanë thënë ashtu Kalinthi. Dhe mirë po si shtot Taravari, nuk duhet të nxjerrin përfundime pa përfunduar analizat. Mire ka. Taravari, mire ka. Ezet Mexhiti në keni vërejtur. Nuk është disi në vit të parë. Po, harova të them këtë, më kanë thënë sot njerëzit e Ezet Mexhitit, sot, tunë të tofë. 2 vitet e para, gjitha resurset, drejtorit, ministrit, do i zgjedh Bilali, 2 vitet e dita, nëse do zgjatë 4 vite, do i zgjedh Izeti. Apo, 1 vit do i zgjedh nëse do zgjatë 2 vit kjo qeveri, 1 vit do i zgjedh njerëzit Bilali, dhe nëse tregon të sukseshëm, disa do vazhdojnë. Ato të pas sukseshëm do kalojnë. Dhe të tjerët i merr pastaj Ezet Mexhiti. Vërtet është interesante situata e shqiptarëve. Askush nuk ka kush t'i mbrojë.
Nuk ka shqiptarët kushtim. Okej, nuk është okej, por unë këtu ju përshëndes, dëgjojemi nesër mbrëma. Ishit në podcastin me Mesut Shabani, me Mesut Shabani. Dhe mos u tregoni të tjerëve çfarë keni dëgjuar. Le të hyjnë ata le ta përcjellin. Dëgjojemi nesër mbrëma.